Për të folur mbi zhvillimet e fundit në linjën e mesme dhe mbi propozimin e Donald Trumpit, ose më fakt mbi lajmërimin e Trumpit se ka negociata me Iranin, kam të ftuar në një lidhje direkte tashmë jo nga zyra, por në një vend që do e mësojmë së shpejti, Olsi Yazexhin, historian. Olsi, faleminderit shumë për intervistën dhe shumë zhurmë atje ku jeti. Jam në Stamboll edhe prandaj e dëgjoni edhe këtë lloj zhurmë. Olsi, çfarë po ndodh realisht në linjën e mesme dhe si ka mundësi që nga ana e Donald Trumpit pretendohet se ka negociata dhe iranianët e mohojnë në mënyrë kategorike që mund të ketë negociata? Pra, apo gënjen të dyja palët, apo është një gënjeshtër nga e Trumpit apo nga ana e iranianëve? Gënjeshtra është nga personi që kur ka nisur kjo luftë nisi me gënjeshtra, domethënë që është Donald Trumpi. Dhe arsyeja e gënjeshtrave nga Donald Trumpi ka të bëjë me dëshpërimin që Trumpi po ka për punën e luftës. Sigur e kemi thënë edhe herët e tjera, Trumpi nuk mendoi që iranianët do ta mbanin luftën kaq gjatë. Ai besonte që lufta do të mbyllej për punë pak ditësh, por çfarë po ndodh është që iranianët jo vetëm që po vazhdojnë luftën, por tani që jemi në datën në ditën e 26 të luftës, është që Irani ka gjeneruar një krizë ndërkombëtare, e cila po godet rënd ekonominë e perëndimit. Po kemi krizë nafte dhe kjo krizë që po ka një impakt ndërkombëtar, kërcënon stabilitetin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, politikën e brendshme, edhe për më tepër edhe mbijetesën e Partisë Republikane. Populli amerikan janë sikur gjithë popujt e tjerë, sikur shqiptarët e tjerë, dhe në rast se çmimet në SBA do vazhdojnë që të rriten, në qoftë se domethënë amerikanët nuk do kenë lek për të mbushur makinat e tyre me gaz, atëherë në zgjedhjet e nëntorit që vinë, republikanët do të humbasin zgjedhjet për në Kongresin Amerikan, dhe kjo do të jetë një problem i madh për Trumpin, nga që Trumpin më pas demokratët, të cilët e urrejnë, mundet edhe që ta rrëzojnë nga pushteti. Zoti Yazexhi, a ka negociata? Iranianët nuk është se nuk janë të hapur për negociata, por ata i kanë dhënë një plan prej 6 pikësh amerikanëve, dhe plani i tyre prej 6 pikësh nënkupton numër 1 një garanci ligjore nga amerikanët dhe Izraeli që SBA-ja nuk do ta sulmojë më në të ardhmen Iranin. 2, largimi i bazave ushtarake amerikane nga lindja e mesme. 3, kompensim për dëmet që janë bërë ndaj Iranit. 4, ndalimin e agresionit izraelit në Liban dhe në Palestinë. 5, kontrollin e kanalit të Hormuzit nga Irani. Dhe garancia finale që kërkohet nga Irani është domethënë Shtetet e Bashkuara të japin fund një herë mirë sanksioneve gjysmëshekullore që amerikanët kanë implementuar kundër Iranit. Kjo do të ishte një poshtërim total për presidentin Donald Trump, për regjimin judeo-amerikan që sot fundon Izraelin dhe Amerikën, edhe për më tepër presidenti Trump është nën presionin e lobit zionist, i cili nuk do të lejonte në asnjë mënyrë që të bëhej një gjë e tillë, nga që në qoftë se do të bëhej një gjë e tillë, e para, miti i Izraelit si një hegemon i pathyeshëm me arabët do të binte. E dyta, ky lloj fakti do t'i trimëronte popujt musliman, të cilët do të ndiqnin rrugën e Iranit, rrugën e rezistencës ndaj kolonisë së Izraelit. Edhe në anën tjetër duhet kujtojmë edhe një gjë që
një marrëveshje e këtillë do ta fuqizonte Iranin jashtëzakonisht shumë, si nga ana ushtarake, ashtu edhe nga jo politike, dhe pasojat për këtë do të jenë shkatrimtare për ekzistencën e kolonisë së Izraelit. A ka një lloj ngëçi mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me armëpushimin që Donald Trump bëri për 5 ditë dhe mbi të ardhmen e luftës në Iran? Po ka ngërç, po ka tensione brenda perandorisë amerikane, nga që lobi zionist izraelit i Benjamin Netanyahut është shpallur totalisht kundër çfarë do lloj marrëveshje me Izraelin, cilës përpara 2 ditësh kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu edhe i siguroi izraelitët që edhe në rast paqeje nga ana e SBA-s me Iranin, ne do ta vazhdojmë luftën, dhe në anën tjetër Izraeli është duke vënë në punë të gjithë makinerinë e tij ushtarake, propagandistike, ekonomike, spionazhin e të tjerë kundër presidentit Trump, në mënyrë që ta mbajë administratën amerikane nën presion të vazhdueshëm dhe mos t'i lejojnë amerikanët që të tërhiqen nga lufta. Por në këto momente ne kemi një luftë civile, nëse mund ta quaja, që po ndodh në Amerikë, se në njërin anë ke lobin zionist, në anën tjetër ke lëvizjen MAGA, apo personat të cilët sollën në pushtet presidentin Trump, të cilët kur e sollën Trumpin e sollën duke i marrë atij premtimin që Trumpi nuk do ndiqte rrugën e presidentëve të tjerë amerikanë dhe nuk do bënte më luftra për Izraelin, premtim që Trumpi nuk e mbajti dot dhe e theu. Dhe në anën tjetër kemi edhe korporatat e mëdha, se domethënë bllokada e naftës që Irani ka bërë është duke shkatruar korporatat e mëdha amerikane. Pra kemi të që quhet the corporate America, apo Amerika e korporatave, kemi lëvizjen nacionaliste të bardhë amerikane, atë që quhet MAGA, Make America Great Again, e cila përballet me lobin e çifutëve slav që janë nga Polonia, me origjinë Rusia, Ukraina, Bielorusia e të tjerë, dhe janë këto 3 grupe që po luftojnë me njëri tjetrin, dhe deri tani duket që presidenti Trump po mban anën e Izraelit. Trumpi ka gati 1 javë që thotë ne kemi shkatruar totalisht Iranin nga ana ushtarake dhe jo më larg se sot Irani njoftoi lëshimin e raketave ndaj Izraelit. Ose Trumpi është në, domethënë ai po kalon për personat që mundohen ta shohin Trumpin dhe t'i bëjnë një analizë psiqike, ai po kalon në një krizë të paparë mendore. Domethënë ai e para nuk e donte këtë luftë, e tërhoqi përkundësh Benjamin Netanyahu. E dyta, ai ka menduar apo e ka ngënjur më saktë që kjo luftë do të vazhdonte vetëm pak ditë, por kjo luftë nuk po përfundon. E treta, ai se Trumpi tek fundit fare është biznesmen, domethënë Trumpi është një biznesmen tipik amerikan dhe për biznesmenin tipik amerikan fjala e parë që biznesmeni amerikan thotë është how much, what cost, domethënë çfarë përfitoi nga kjo. Dhe Trumpi është në një presion të paparë nga korporatat, nga populli amerikan. Trumpi një ditë deklaron që thotë do kemi armëpushim për 5 ditë me Iranin dhe gënjen, dhe edhe e bën këtë që të zbusit tregjet dhe që të uli çmimin e naftës, por pastaj kur tregjet e kuptojnë që Trumpi ka dënyer, çmimi i naftës shkon prapë lart. Ai i bëri një ofertë para 3 ditësh Ayatollah Khamenei, i tha, okay, hajde do bëjmë marrëveshje dhe gjirin apo ngushticën e Hormuzit do ta kontrolloj unë dhe Ayatollahi. Domethënë Trumpi i bëri ofertë iranianëve. E pa domethënë që Irani është palë fort, që Irani nuk thyet dot, Irani nuk është Libia e Gaddafit, nuk është
Siria e Asadit, nuk është Iraku i Saddam Huseinit. Ai po do të bëj pazar nga Ayatullahi. Domethënë ai përpara 3 ditësh tha do ta kontrolloj unë dhe Ayatullahi ngushticën e Hormuzit, sepse çfarë po ndodh tani në këto momente që Irani po i bëj job, po takson çdo cistern që kalon në gjirin persik i vë taks prej $2 milion. Trumpit kjo i është dukur good deal dhe i ka bërë ofertë, i bëri ofertë Ayatollah Khamenei i tha, "Ok, tha, hajde bëjmë shok dhe e ndajmë të taksën që ti vë cisternave, e ndajmë 50-50, 50-50." Dhe Trumpi tek e fundit është njëri praktik, është njëri biznesi, domethënë ai përpara 26 ditësh ju bashkua Izraeli që i vrau babën Ayatollah Khamenei, domethënë ti Moshtabus. Para 3 ditësh i thot Moshtabus, o Moshtaba, e di si është muhabeti, mos u mërzit që ta kam vrarë babën, gjëra që ndodhin, po a bëjmë i pazar domethënë edhe këtë gjobën që ti po ja vë cisternave, se që nga gjë e mirë domethënë, se si duhet këti nuk i ka pas shkumenja më herët. Domethënë ndoshta nuk e ka kuptuar rëndësinë e ngushticës së Hormuzit. Dhe tani sigur mos ke ndodhur asgjë, i thot këtij Khamenei i thot, hajde bëjmë shok, edhe ndajmë 50-50 këtë taksën e Hormuzit. Por iranianët i thonë, no, thank you, Hormuzi nuk hapet më, Hormuzi këtej e tutje do të mbahet nën kontrollin ton, çfarë do lloj gjëje që të ndodhi. Dhe çfarë po bën Trumpi është që në këto momente që ne flasim, po dërgon Marinsa në Jordani, rreth 5.000 trupa amerikane dhe në Arabinë Saudite, me shpresën që ai mund të përdori këto forcat amerikane për të shliruar Hormuzin nga iranianët, gjë që është prallë me mbret dhe është e pamundur. Si shikoni të ardhmen e kësaj lufte? Ardhmja e kësaj lufte është që kjo luftë do të zgjas, iranianët nuk tërhiqen, e kanë ndarë mendjen, sepse domethënë iranianët kanë 50 vjet që përgatiten për këtë ditë, që kur është bërë revolucioni islamik i Iranit, amerikanët dhe izraelitët gjithmonë e kanë goditur Iranin, po gjithmonë e godisnin me fuqi beden dhe forcat të tjera, fillimisht me Saddam Husseinin, pastaj me Al-Qaidën, me ISIS-in, me këto vendet kukulla arabe, me sanksione etj. Dhe Iranit i ka dalë Amerika dhe Izraeli në shteg, dhe për më tepër tani që u vra edhe Imam Ali Khamenei, si që ishte zëri më i moderuar i Iranit, i biri i tij Moshtabai, me sa duket, do të marrë hak për babën e tij dhe nuk do të tërhiqet. Sepse iranianët e kuptojnë diçka që nëse ata tërhiqen, ata do përfundojnë shumë keq. Sepse amerikanët do t'i mbysin iranianët me sanksione të pafund, atë gjë që i bën Saddam Huseinit, po që i bën Gaddafit, apo atë që edhe i kanë bërë iranianëve deri më sot. Prandaj iranianët nuk duan që të humbasin iniciativën që ata kanë në luftë. Dhe në anën tjetër iranianët e kuptojnë shumë mirë që perandoria judeo-amerikane nuk zgjatot më shumë. Për personat që ndjekin deklaratat e Trumpit duhet kuptojnë dëshpërimin që ka Trumpi, dhe për më tepër Trumpi maksimumi që mund ta mbajë luftën është deri në datën 5 prill, domethënë 10 ditë më shumë. Sepse po të shikosh për shembull, sidomos në 24 orët e fundit, nuk ka patur më bombardime masive izraelite dhe amerikane, kanë qenë para të gjitha targetet që këta i kanë patur janë bërë, kanë bërë mbi 7.000 bombardime. 2 është në këto 25 ditë luftë, amerikanët kanë shpenzuar diku te $25 miliard, dhe çdo ditë është shpenzim. E treta, avionët që janë përdorur në këto bombardime, avionët kanë atë që quhet orë pune. Domethënë avioni pasi bën disa mijëra kilometra ka nevojë që të çohet në servis, të bëhet revizion motorit. Domethënë këta po kanë shumë probleme dhe në anën tjetër iranianët kanë treguar që kanë qenë të suksesshëm duke goditur avion amerikan, një F-35, një F-16 që e kanë goditur dje, dhe iranianët po sofistikojnë kundër përgjigjen e tyre,
Në anën tjetër, Irani për godet për ditë, nëse jam gabim, dje ka qenë vala e 80 e asaj që quhet operacioni premtimi i vërtet, do më thënë vala e 80 masive ndaj Izraelit me dron dhe me raketa. Në anën tjetër, sistemet ajrore izraelite po dështojnë, sigur pam përpara 3 ditësh goditjen e fshatit të Dimonës dhe një tjetër Arak, se si kishte emrin, ku Irani shkatroi disa lloqe banimi. Irani për ditë po bombardon lagjet e Izraelit, ku po thyen pallate, po thyen xhama, po vriten njerëz, po plagosen njerëz. Dhe si për Izraelin, si për Iranin, si për Izraelin, si për Shëban, kjo luftë nuk mund zgjasë shumë. Se duhet kuptojmë diçka që kjo Alianca Judeo-Amerikane nuk e ka thellësinë strategjike që ka Irani. Çfarë duhet të them me këtë është që Izraeli është një shtet i vogël, është në diku te 26 apo 27 km2, pak a shumë sa Shqipëria. Dhe hapësira që Irani ti duhet godasë aty është shumë e vogël. Kurse Irani, që është i madh sa Evropa perëndimore, ti nuk ke çfarë të bësh aty me bombardime, sepse është shumë i madh. Ai shtrihet nga Andaluzia në Spanjë deri në Kaliningradin që sot ka Rusia si hapësirë. Do të thënë Irani është shumë i madh, ka thellësinë strategjike. E dyta, Amerika si një fuqi e një kontinenti tjetër, që është kontinenti amerikan, që të mbaj ushtar në përbazat ushtarake, që t'i sjellë këta ushtarë që përtej oqeanit, ka shpenzime të papara. Okej, dikush mund të thotë, po këto shpenzime amerikanëve po i paguhen nga vendet arabe. Biles para disa ditësh Trumpi i dha edhe faturën këtyre vendeve të xhirit. I tha fatura është $2.5 trilion vetëm për atë që kemi bërë deri tani. Ndërsa i tha nëse doni që lufta të vazhdojë duhet të jepni $5 trilion, që është një shumë e paparë. Edhe për më tepër këto vende të gjirit në këto momente s'po kanë më lek, ato po han dhjamin e tyre, nga që Irani ka mbyllur kanalin e Hormuzit dhe këto nuk po shesin më naft si më herët. Pëlqi ka pasur deportim të madh të raketave të Iranit në Izrael. Është folur për një përdorim të inteligjencës në bërjen e raketave. Po themi, nga buron kjo, janë rakete që i kanë prodhuar iranianët apo janë rakete të marrë nga Kina? Është miksje e të gjithave. Iranianët, duke filluar që nga lufta 8 vjeçare me Saddam Husseinin, lufta Iran-Irak, 1980-1988, në kohë kur iranianët ishin parmatosur, ndërsa gjithë bota mbështeste Saddam Husseinin, që nga Bashkimi Sovjetik deri te Shtetet e Bashkuara të Amerikës, iranianëve ju desh që të zhvillonin sistemin e tyre raketor. Dhe sistemin e tyre raketor ata e nisën me ndihmën e Sirisë dhe të Libisë, kur Irani dërgoi një grup inxhinierësh në Siri dhe në Libinë e Gaddafit, dhe një person që quhej Tehrani Mogadam, i cili mbahet edhe si ati i sistemit raketor iranian, dhe ata filluan të studionin raketat e Bashkimit Sovjetik, raketat Scud, më pas nëpërmjet bashkëpunimit me Korenë e Veriut. Dhe nga kjo fazë edhe më tutje, iranianët zhvilluan sistemin e tyre raketor. Iranianët e kuptuan që ata në përballjen e tyre si me Bashkimin Sovjetik, nëse do përballeshin në atë kohë, apo me Saddamin, i cili u armatos me armë sovjetike, apo edhe me armë shkatrimit mas nga amerikanët, edhe duke parë edhe luftën e parë edhe të dy xhirit, ku amerikanët nuk e treguan që kishin superioritet ajror mbi Irakun e Saddam Husseinit,
e kuptuan që ata nuk do arrinin dot kurrë që me aviacion të përballeshin me teknologjinë amerikane. Asnjë vend i botës nuk prodhon avionët që prodhon SBA-ja, po 16-ën, po 35-ën e tjerë. Atëherë, përgjigjja e iranianëve ishte që ndërsa ne nuk prodhojmë dot avion për të mbrojtur veten, nuk prodhojmë dot sisteme satelitore sikur kanë amerikanët për të mbrojtur veten, përgjigjja jonë duhet të jetë zhvillimi i sistemit raketor, i cili është më i thjeshtë, por që edhe domethënë dhe më pak i kushtueshëm. Se tek e fundit çfarë janë këto raketa? Këto janë disa shtylla të mëdha prej metali, të mbushura me gaz djegës dhe me një kokë që shpërthen. Kuptohet që iranianët, duke bashkëpunuar ndoshta me kinezët, me koreanë verior të tjerë, mësuan se si ti komandojnë këto raketa, ndryshe për shembull nga raketat Scud, të cilat ishin thjesht shtylla betoni që i gjuaje edhe binin ku të binin, ata mësuan se si të përdorin duke vendosur edhe satelitët e tyre në hapësirë. Ata mësuan se si të navigonin këto raketa dhe sikur e shohim sot, dhe sikur kishte njoftoi përpara 2 ditësh shefi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë, generali Sergei Shoigu, iranianët kanë një nga sistemet më të avancuara raketore sot në botë, dhe edhe pse amerikanët dhe izraelitët po shpenzojnë me miliarda dollar që të gjejnë ku janë ato shtratet e lëshimit të raketave iraniane, Irani po vazhdon pa godet dhe sikur tregojnë edhe shumë media, që Irani sistemin e tij raketor e ka ndërtuar brenda në thellësi të maleve dhe amerikanët edhe me bombë nukleare nuk kanë çfarë të bëjnë këtij programi. Polsi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit për ftesën.